Ministrja e Punëve të Brendshme Albana Koçiu u rikthye në zonën e Farkës, ku prej 3 javësh po zhvillohet një operacion për verifikimin e lejeve të ndërtimit dhe standardeve të sigurisë në terren. Ministrja deklaroi se bëhet fjalë për një proces të strukturuar dhe afatgjatë, që synon të jap një panoramë më të qartë të situatës ndërtimore. 26 komplekse rezidenciale me 581 vila dhe godina kolektive janë inspektuar deri më sot. Janë konstatuar shtesa pa leje në rreth 4500 m2 sipërfaqe ndërtimore. Gjysma e saj është prishur menjëherë me kosto të mbajtura nga ndërtuesit, ndërsa pjesa tjetër është në proces vlerësimi për konfiskim për interes publik. Paralelisht, për shkeljet e dokumentuara deri më tani, janë vendosur rreth 2.5 milion euro gjoba administrative. Dua ta theksoj me forcë, ky operacion nuk ka synim të ndëshkojë industrinë e ndërtimit. Ka synim të rrisë standardin, të mbrojë qytetarët, të sigurojmë që ata që zbatojnë ligjin të mos konkurohen padrejtësisht nga ata që e shkelin atë. Të gjithë ata që ndërtojnë sipas lejes me dokumentacion të rregullt dhe në respekt për standardet janë aleatët tanë në këtë proces. Ky operacion do të vazhdojë jo për 3 javë, jo derisa të mbyllet një sezon, po derisa rregulli, standardi dhe përgjegjësiria të jenë norma e vetme në territor. Parimi mbetet I pandryshueshëm, transparencë, kontroll dhe bashkëpunim me subjektet që punojnë drejt, ndërsa për shkelësit, masa të menjëhershme dhe pa asnjë lloj tolerance. Nga kontrolli deri tanishëm në 581 objekte janë konstatuar rreth 4500 m2 shtesa pa leje, ku gjysma e sipërfaqes është prishur menjëherë nga vendndërtuesit, ndërsa pjesa tjetër po vlerësohet për procedurën e konfiskimit për interes publik, teksa janë caktuar sanksione me gjobë që arrin në 2.5 milion euro.